Rreziqet nga interneti. Njëri ndër rreziqet nga interneti është dhe sajbërdhuna. Sajbërdhuna është përdorimi i qëllimshëm dhe i përsëritur i mjeteve elektronike dhe internetit nga fëmijët dhe adoleshentët për të ngacmuar, kërcënuar, munduar, poshtruar dhe turpruar njëri tjetrin. Fëmija është duke përjetuar sajbërdhunë nëse ndihet i friksuar, shqetësuar apo pikëlluar, lëshon mësimet, kalon shumë pak kohë me shoqërinë, fsheh aktivitetet online, si dhe flet me ju për fëmijë të tjerë që janë viktima të sajbërdhunës. Një rrezik tjetër është edhe takimi me njerëz të panjohur. Shqetësimi kryesor i prindërve dhe edukatorëve sa i përket sigurisë së fëmijëve në internet është takimi me njerëz të panjohur, të cilat i kanë njoftuar përmes internetit. Pasojat e mundshme nga takimi me njerëz të panjohur janë dhuna fizike apo sajbërdhuna ndaj fëmijës, keqpërdorimi të dhënave personale, vjedhja e identitetit, keqtrajtimi fizik dhe kërcënimi, si dhe dhunimi seksual apo psikologjik. Një rrezik tjetër është dhe pasionimi pas video lojrave. Pasojat nga lojrat e dhunshme online janë: lojrat mund të ndikojnë negativisht në shëndetin emocional dhe mendor të fëmijëve. Përdorimi i tepruar i internetit ndikon negativisht në shëndetin dhe zhvillimin social të fëmijës. Disa video lojra ndikojnë që fëmijët të bëhen agresiv në sjellje ose në mendime. Fëmija bëhet pasiv dhe mund të ketë probleme me shoqërinë. Një rrezik tjetër është dhe publikimi dhe keqpërdorimi i të dhënave personale. Publikimi i të dhënave personale, siç janë emri dhe mbiemri, emri i shkollës, numri i telefonit, email adresa, adresa e shtëpisë, nuk rekomandohet për fëmijët. Të dhënat e fëmijës suaj janë duke u keqpërdorur nëse pranoni emailin nga fëmija me reklama apo viruse të ndryshme, pranoni ftesa në rrjete sociale për të klikuar në faqe të ndryshme, kompjuteri që e përdor fëmija ka vazhdimisht virus të ndryshëm, si dhe shihni postime që nuk janë të fëmijës, por kanë identitetin e tyre. Për më shumë informata, ju mund të vizitoni faqen www.internetisigurte.org.